Përshëndetje miqtë dhe Gjopostit, jemi sot në një epizod shumë special të podcasteve, që tashmë i kemi filluar e po flasim për narrativat propaganduese, dezinformimin, fake newsat, me një fjalë gjitha llojet e çrregullimit të informacionit. Sot është i veçantë për plot arsye ky podcast, por mbi të gjitha për shkak të personazhit që ka dhe për shkak të vendit për i cilit po vijmë. Me Prita Bytyshin, redaktore në Albinfo, media me bazë në Zyri të Zvicrës dhe ligjëruese gjithashtu në Universitetin e Sant Gallenit, do të flasim për këtë temë shumë të rëndësishme. Prita, faleminderit shumë për kohën edhe gatishmërinë për të ndarë përvojën e Zvicrës në përgjithësi rreth trajtimit të kësaj teme. Faleminderit shumë Naila, gëzohem që jam këtu, gëzohem që ardhe dhe ti. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë me pa shqiptar gjithandej të shpërndahem nëpër botë, të cilët kanë bërë me qenë edhe ligjërues dhe redaktor dhe me hap media të veta në fund të fundit. Prita, duke qenë edhe redaktore në Albinfo, edhe ligjëruese në Universitetin e Sant Gallen, një kombinim fantastik, edhe prandaj thash që ky epizod është shumë special edhe shumë i veçantë. Qysh e sheh narrativën propaganduese, fake newsin në përgjithësi në Zvicër? A ka, qysh i qaset shteti, qysh i qasen vetë gazetarët edhe mediat? Po, edhe Zvicra fatkeqësisht si shtetet e tjera të botës preket prej fake news, po mendoj me një më pak, ndoshta se shtetet e tjera, po ne këtë problem e kemi edhe në media, edhe në ligjërata, aty ku bëjmë holumtime, shpesh hasmi në artikuj edhe që nuk kanë të bëjnë me të vërtetën. Çka është kryesisht, për shembull, nëse flasim për Prishtinën, Kosovën në përgjithësi, ose nëse zgjerohemi ende në Ballkanin Perëndimor, kryesisht këto narrativat propaganduese sillen rreth konflikteve Kosovë-Serbi, historiko të kaluarës, ndikimi rus është shumë i theksuar në Ballkanin Perëndimor, si tentimi për ndikim. Nëse Ballkani edhe Kosova po përballen me narrativat të tilla, çka ka interes në Zvicër me u shndru në fake news? Zvicra, këto janë edhe lajmet globale, lajmet ndërkombëtare që edhe ato e prekin Zvicrën dhe shndrohen në fake news, por në Zvicër mendoj që ka diçka shumë të mirë, është ajo që ne votojmë 3 herë në vit, ose edhe më shumë, për çfarëdo çështje të shtetit. Edhe në kohën e votimeve ka tendenca me pas më shumë fake news. Edhe tash me inteligjencën artificiale, edhe me shpërndarjen shumë të shpejt lajmeve, korrigjimi është më i ngadalshëm. Edhe vetë se lajmi shpërndahet, krijohet një farë besimi, ose mos besimi, edhe mandej kjo e bën më problematike. Edhe në Kosovë votohet shpesh. Gati sa jo jemi të votu edhe na. 3 herë në vjet po votojmë. 3 herë në vjet. Veç na po votojmë kryesisht për të zgjedhur, kush me qeverisë vendin ose kush me qenë, cila me qenë partia. Po këtë pikë, se për ndërprej, mendoj që kjo e reflekton jo stabilitetin politik të Kosovës, edhe në këto shtete ku vetë politika nuk është stabile, tash e kemi Amerikën, e kemi lindjen në mesme këto, ose Rusinë, përmende, këtu ka më shumë hapësirë për fake news, se sa ndoshta në Zvicër. Edhe për atë mendoj që Zvicra është më mirë se vendet e tjera, gjithsesi fake news janë pjesë e rutinës tonë fatkeqësisht, por edhe ajo reflekton që politika e Zvicrës është më neutrale dhe më e qetë. Një element tjetër ndoshta që ndihmon në Zvicër është që fake news mësohen në shkolla. Edukimi medial fillon prej herët. Po, fillon shumë herët, ndoshta klasa e 6, 7, kjo është temë, do me thonë, e përditshme të Zvicrant, edhe mandej, këtu kemi në fake news, kemi 3 lloje me një farë forme. Kemi atë që në Kosovë njohim si dezinformimin, disinformation, misinformation. Do me thonë, misinformation është ajo ku lajmi është i vjetër, ose ndoshta jo i plot, edhe malinformation, aty ku lajmi është i vërtet, për jo i plot, që bëhet për arsye një lloj dëntimi. Fshifet një informat ose nuk japet shëllimshëm. Po, edhe këto zakonisht përdoren si forma propaganduese, sidomos në politikë. Edhe pra atë mendoj që në Zvicër, me sistemin ma të rregulluar politik edhe
fushata ka ma pak. Kjo e... Qysh reagon populli në raport me fake news? Se për shembull në Kosovë, nëse e hedhim një paralele krahasuese, kur ka fake news, janë identifiku shumë raste, kur qytetarët nuk e din që është fake news, dhe rrëdhëmisht reagojnë me komente, i marrin si të mirë qena, nuk i raportojnë, ndoshta pse si din, ndoshta pse nuk dojnë mi raportu, thjesht për shkak se ndjejnë që nuk kanë punë këta me fake news. Qysh reagojnë qytetarët në Zvicër? A janë proaktiv, le të themi, në këtë temë? A i raportojnë, ose i bojkotojnë mediat ose ngjashëm? A ka situata tilla? Po në Zvicër kemi transmetuesin publik, radio dhe televizioni zvicran, edhe ky është i sponsoruar prej vetë popullit. Do më thonë se cila shtëpi e ka një shumë caktume që paguhet në vetë. Për transmetuesin publik? Po. Edhe ka qenë një rast shumë interesant ashtë së voni, kur është votu, ose kam pas mundësin me votu, me zbrit këtë çmimin që paguhet çdo vit. Edhe qytetarët kanë votu mos me zbrit çmimin. Do të thonë me majt një çmim të lartë për hir të së vërtetës, për hir të ulëmtimeve që bëhen tamam që janë të verifikuara. Edhe do të thonë tash Zvicra dhe si shtet është me një pozitë tjetër prej Kosovës. I ka kushtet me pas gazetar më shumë teren, me pas hulumtime më shumë, me pas gazetarë dhe jashtë atë Zvicrës. Kështu që mendoj edhe kjo e bën dallimin. Mandej këta kanë edhe shumë emisione të cilat posaçërisht i dedikohen fake news, sidomos tash me inteligjencën artificiale kemi shumë fake news ku videot apo fotot manipulohen. Po edhe kjo, ndoshta tash po manipulohen, po mundemi me bë këtë edhe me iPhone. Edhe këto mandej korrigjohen çdo ditë në lajme. Kjo është fotoja që po qarkullon dhe kjo është fotoja e vërtetë. Do me thonë, lajme japën informacione tilla që i vëdisojnë njerëzit që u manipulu një fotografi ose një video. Në emisione kështu gjatë ditës janë të dedikuara posaçërisht për, do të thonë, ta bëjmë dallimin cilat lajme janë të vërteta dhe cilat janë të manipuluara në një farë forme. Qytetarët vetë i shkruajnë komente redaksive me i kritiku në qoftë se përhapin një fake news ose shkruajnë në komente të rrjeteve. A i kanë media të rrjetet sociale edhe a i kanë komente të hapuna, sepse edhe këtu ka shumë mandej qarkullojnë, krijohet opinion, qarkullojnë të vërteta ose të pavërteta ose shpërndajnë edhe fotografi, i shfrytëzojnë edhe këto platforma. Ndoshta Zvicra dallon këtu pak, se në Kosovë e kena Facebook-un si një mjaft i madh medial, në Zvicër nuk ka asë peshe, edhe për shembull në Amerikë ndoshta e kemi këtë platformën X. Zvicra këtu i ka më pak, ose po menoj ekzistojnë normalisht, po nuk janë të frekuentuara ashtu siç janë në këto dy shtete tjera, edhe këtu ka mandej tani ma pak hapësirë për manipulim. Edhe qytetarët kanë shumë organizata jo qeveritare, edhe organizata të gazetarëve, ku mund t'ju shkruajnë edhe të debatojnë cilat lajme mendojnë se janë të vërteta dhe cilat jo. Kështu që ka disa mediume ku mund të drejtohemi. Ka disa organizata që e mbrojnë të vërtetën, le të themi. Po. Edhe reagojnë ndaj fake newsave. Shteti si shtet, nuk e dija kam drejt me bo pyetjen, apo bën mjaftueshëm sepse nëse ofron edukimin medial në shkolla, duke nisë prej klasave të hershme, edhe në qoftë se ja jap pavarësinë një mediumi duke votu edhe tu e përkra qytetarët nëpërmjet pagese, a mendon që është mjaftueshëm kjo për me rujt pavarësinë editoriale, pavarësinë profesionale, raportimin korrekt? Deri në një formë po mendoj që këtu ka edhe mandej ndikime të tjera që janë jashtë shtetit. Si për shembull? Mediat sociale, shpërndarja e informacioneve në TikTok, Instagram, çka do këto media tjera që janë, këtu shteti ka pak në dorë. Mund të limitojmë për shembull diskriminimin ose një gjuhë që është më abuzuese, po shpërndarja e lajmeve ndodh aq shpejt që korrigjimi ndodh shumë më vonë.
edhe mandej shumë herë dëmive veç është kry. Do me thonë, një prej mënyrave që në fakt është ABC-ja e gazetarisë është marrja informatave prej terrenit. Po çka ndodh me këto lajmet, sepse tash stafi vogël, gazetaria copy-paste, le ta quajmë, qysh i qasen i lajmeve që i sheni te media tjera? Në qofse një lajm mirët prej mediave tjera, edhe ai lajm verifikohet, do më thonë prej gazetarëve tonë, edhe shohim se sa media e kanë mbulu atë lajm, ku është burimi i atij lajmi. Edhe mundohemi ta bëjmë dallimin ose e bëjmë mendoj dallimin në mes të lajmeve të cilat janë fakte edhe lajmeve që janë opinione ose edhe ato mandej citohen si tilla. Sa janë të besueshme në kuptimin që sa kanë qytetarët besim në media edhe sa në rrjete sociale prita? Qytetarët i besojnë shumë transmetuesit publik. Aty tani kemi disa forma çmendarjeve të informacioneve, kemi radion, televizionin, kemi ato që mbulojnë lajmet vetëm për kantonet gjermanofolse, frankofolse, globale. Po në përgjithësi këtu një mosbesim vjen në mediat sociale. Aty edhe shoh shumë shpesh edhe faktikisht edhe në media tjera, se shpesh e vredhen e ligjërata, kur diskutojmë një artikull që është marrë prej mediave amerikane, studentat shumë shpesh e kërkojnë njëjtin lajm edhe prej mediave zvicerane. Si verifikim të pare kanë me kërku është votu Do me thonë ka shumë ka besim po definitivisht. në mediat, tama medias, po flasim për këto që po njihen si media sociale në Zvicër. Për ato shtetënore, për ato që janë private, mandej aty edhe kemi disa janë më të djathta, disa janë më të majta, aty kemi variacione, por në përgjithësi zviceranët ju besojnë mediave shumë, me siguri më së shumë të botë. Wow, sa interesant. Për ndryshe e përmendëm shkurt ma herët të kjo idea që çka mas shumë të dhezë, le të themi kushtimisht, si fake news, ose si misinformation, malinformation, çka do. Migracioni ka njëna prej temave më duket që e the. Çka ka tjetër edhe që shfaqen këto çrregullimet informacionit? A është tipike fake news, a ka të bëjë me këto të tjerat misinformation, malinformation, ose çush do? Po këto më së shumë t'i ka të bëj me informacionet që janë të sakta, po nuk janë të plota, ose janë të marra tërësisht jashtë kontekstit. Po. Edhe këtu shpesh flitet për imigrantët, teme që ndoshta vitet e fundit është shfaqur disa herë, është për shembull dhuna në familje, edhe ato shfaqen statistikat e imigrantëve, po injorohet një pjesë tjetër. Ndoshta kjo është një farë transmetim i lajmit, po jo një pamje e plotë. Gjithsesi, nëse kërkon pak më shumë, gjitha statistikat janë qasshme, po tash edhe ato headlines varet cila revisti publikon ose cila platform, edhe aty kemi pak si kudo tjetër në gazetari, besoj. Me që jemi për kudo tjetër gazetarin, qysh isha mediat në Balkan, specifikisht në Kosovë, me siguri i përcjell, qysh të duke në këtë aspektin e raportimit ose propagandave ose përdorimit të burimeve të sakta ose a ka shumë fake news, që e keni pasqyrë të përgjithshme, nëse e keni natyrisht, nëse jo krejt në rregull është. Unë jam po menoj tash po jetoj jashtë Kosovës për 8-9 vite, edhe i përcjelli lajmet e Kosovës, ashtu Kosovën ose e paramendoj gjithmonë me lajme. Kur të shkoj në shtëpi, pas që kam një aromë që më përcjell, kur shkoj të shtëpia prendet me, unë gjithë e paramendoj në debat, një në televizion ashtu në debat, edhe 5 persona njëkohësisht fol. 5 burra, po mendoj. Zakonisht burra. Edhe ajo është pamja që mas shumë të e kam për Kosovën, ose kur menaj më shku në shtëpi. Kështu cilat kishin me qenë ashtu më reliable, më të besueshme, ndoshta nuk mendoj që jam në një pozitë që kisha mujt me thonë, po unë kom shkruajt artikull edhe për Prishtina Insight për një kohë, edhe aty kom pa që bojnë begi shumë hulumtime, po mendoj që njohuritë e mia përfundojnë aty. Është pak
fatkeqësi ndoshta që shumë informacionet tona mirën prej mediave sociale. Këtë përmendë edhe ti më herët. Edhe ndoshta fakti që shumë qytetarë duket se kanë humbur besimin në gazetari, sidomos në gazetari hulumtuese, dhe mendoj ajo që e shfaq një pamje të Kosovës që tregon jo stabilitet. Po nëse një pamje që po përputhet edhe me politikën për momentin. Po, sakt. A ka edhe këtu ka shumë debate politike, a jipet ka shumë fokus politikës në media në Zvicër? Po mendoj politika bisedohet në aspekt të mediave edhe po ndoshta si popullsi nuk është temë e secilës kafe. Edhe nuk është temë se cilës shtëpi, edhe nuk është identifikim i shtëpisë me lajmet edhe debatet politike, që është të ndodh ty. Por Zvicra ka një sistem kur për momentin kur ndron presidentin nuk ndron krejt shteti. E neve në Kosovë na ka ndru puna, na ka ndru gjithçka. E kështu që këta nuk i prek drejt për drejt, po definitivisht bisedojnë për politikë, se si thash këta votojnë shpesh, edhe mendoj se për se cilin votim këta do të me ditë çka po votojnë. Edhe ajo me dosmërisht i detyron me lexu, me marrë informacione çfarë teme po diskutohet, pse po diskutohet, ose shpesh marrin fletushka për partive të ndryshme, edhe mujnë me i krahasu cilat cilësi po theksohen ma shumë, pse me votuat ligj, pse këtë. Do më thonë, nuk jam pa informacione, po definitivisht nuk është tema kryesore në jetën e një zvicrane, dhe kjo mendim është subjektiv, po ashtu mendoj që nuk, jo si në Kosovë, definitivisht jo. Prita se kemi mbri në fond dhe kisha pas shumë qef me pas një rekomendim tonin, edhe si ligjëruese, edhe si redaktore, nëse Zvicra ka mbri në këtë nivel që me pas disa prej medjave së paku, nëse jo krejt, adresë kryesore kur njerëzit dojnë me verifiku një informacion nëse është i vërtet apo s'është. Në anën tjetër i ka sistemin arsimor që ofron lantën e edukimit medial që shprej klasave të shkollës fillore ose të mesme të olt që shqequjmë na. Çka duhet me bërë në Kosovë? Ka duhet me fillu na që me spaku me nisë në këtë farë rrugë të mbarë në luftën ndaj dezinformimit edhe shërgullimeve të informacionit përgjithësi? Një krahasimi drejt për drejt Zvicër me Kosovën, ndoshta këto kishin pak i vështirë për shkak të kushteve ekonomike, politike, po në aspektin e edukimit nuk kena nevojë ndoshta me bëu një ndrym në krejt shtetin. Tasht verifikimi i lajmeve dhe si ti pranojmë lajmet si qytetar, kjo mund të mësohet në gjuhën shqipe, në landën e gjuhës angleze ose gjermane, që ka kanë kur kanë IT, teknologjinë, kështu që në krejt këto landë mund të përfshinë në kurikulën e ati viti. Edhe mendoj që kështu të dalë ka dole. Ide interesante kjo. Me qene inkuadrume në lanë të ndryshme, jo si lanë të veçantë qysh me ditë, me qene lezu si menqëm i lajmeve dhe shiku si menqëm gjithashtu. Po ato fake news është në secilën sferë tjetës, në secilën landë, kështu që mendoj që kështë qenë arsyeshme me përfshim andej në secilën landë edhe në shkolla. Pra ndaj po më t'inglon shumë interesant. Shumë faleminderit Prita, faleminderit për diskutimin. Faleminderit edhe juve, kësohem edhe mbje mirë. Faleminderit shumë, mirë u takofshim në episodin e radhës.